Vetëm 3 gjethe ithre I japin lam të mirë çdo problemi, sekreti si t'i përdorni. Në vendin tonë hithrat janë shumë të përdorura, si në gatim, ashtu edhe në trajtime natyrale të shumë problemeve. Kjo bimë është të përdorur prej shekujsh edhe për të lehtësuar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara kryesisht nga poleni ose pluri. Fali hithrave, vlerat diuretike janë të shumta dhe përdoren për trajtime të problemeve të ndryshme si ato të veshkave, infeksioneve urinare e të tjera. Lëngu I tyre është perfekt për të larguar lëngjet e tepërta që organizmi prodhon, duke lehtësuar kështu edhe punën e shëndetit të zemrës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe duke përmirësuar qarkullimin e gjakut, por së fundmi një studim I kryer nga Universiteti I Plymouthit doli në përfundimin se hithrat mund të përdoren edhe për të trajtuar artritin. Personat të përfshirën në këtë studim vunë re se pas aplikimit të pastët së hithrave të shtypura, dhimbjet e kockave qetësoheshin. Gjithashtu ata vunë re se dhimbja ishte më e pakët përgjatë trajtimit një javor, duke cilësuar kështu hithrën si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese edhe kundër këtyre komplikacioneve. Hithra është e mirë kundër dhimbjeve të artritit. Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, personat të cilët të vuajnë nga artriti qetësojnë edhe dhimbjet me përmbajtjen e elementeve ushqyes të hithrave, duke lehtësuar kështu edhe problemet e histaminës. Këto dy substanca janë gjithashtu neurotransmetues të rëndësishëm, të cilët do t'i japin përfitime mjaft të mira ushqyese në dobi të shëndetit tuaj, duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet dhe dhimbjet e tyre. Këto dy substanca janë neurotransmetues të cilët dërgojnë sinjale në tru, sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, kur hithra konsumohet në formën e lëngut të shtrydhur ose të çajit, u vure se arrinte të pakësonte nivelet e acidit urik. Këto acide prodhohen kur organizmi tret proteina dhe akumulohet në nyje dhe në kocka, duke shkaktuar kështu më shumë inflamacione dhe probleme të ndryshme të dhimbjeve. Por si ta konsumoni hithrën për të trajtuar dhimbjet e artritit? Metoda e parë e trajtimit është që ta aplikohet direkt në zonën ku keni dhimbje më të forta. Një pastë me gjethet të hithrave të shtypura. Pra mjafton që të shtypni në mikser gjethet të njoma të hithrave me pak vaj ulliri dhe të lyeni zonën ku keni dhimbje. Mbajeni për 5 deri në 10 minuta dhe trajtimin mund ta provoni edhe për 15 ditë me radhë në mënyrë që të shikoni përmirësime të dukshme. Gjithashtu edhe çaji I përgatitur nga hithrat do t'i jap përfitime unike në mbrojtjen e shëndetit tuaj të nyjeve dhe në lehtësimin e komplikacioneve të shkaktuara nga artriti. Konsumojeni këtë çaj nga një filxhan 3 herë në ditë. Por edhe nëse ju nuk vuani nga artriti, është e mira që ta përfshini atë në regjimin tuaj ushqimor, duke e përdorur kryesisht në gatime. Ato përmbajnë flavonoide, vitaminë A, enzima dhe anti-inflamator, të cilët do të shërbejnë për të përmirësuar mirëqenien e organizmit dhe për të lehtësuar komplikacionet e tyre. Lëngu I hithrës është një produkt fantastik që mund të shtohet në dietën tuaj. Duke u përdorur me kujdes dhe në formën e duhur, mund t'i jap rezultatet e duhura në këtë aspekt. Gjethet e hithrave, të quajtur edhe urtika dioika, janë përdorur në mjekësinë tradicionale për shumë shekuj. Sot mund t'i blini edhe në dyqanet herbale edhe mund t'i përdorni në forma të ndryshme. Vlerat që do t'i japin organizmit tuaj do t'a kthejnë atë në një prej produkteve, lëngjeve ose çajrave më të mirë në dobi të organizmit tuaj, citon Elthiside. Shkenca moderne ka gjetur arsye të mbështetet më shumë tek përdorimi I hithrës dhe efektet që mund t'i ofrojë ajo në dobi të organizmit tuaj dhe jo vetëm. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga hithra? Sipas Brightside do të rëndisim në këtë video disa nga përfitimet mbreslënse që do të marrë organizmi juaj nga përdorimi I kësaj bime.
Gjethet e ithrës janë një burim shumë i pasur i antioksidantëve si vitamina C, të cilët reduktojnë molekulat e radikaleve të dëmshme të lira dhe shkaktojnë gjithashtu edhe komplikacione të organizmit tuaj. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj në luftën kundër radikaleve të lira, atëherë gjethet e ithrës do të jenë fantastike për të ushtuar me do e mos në dietën të rregullt ushqyese. Lëngu i ithrave është një produkt fantastik që mund të mundësojë gjithashtu edhe lehtësimet e problemeve tuaja të artritit. Gjethet e ithrave mund të lehtësojnë dhimbje dhe inflamacionet e artritit, të cilat mund të ndikojnë në kyçe dhe në nyjet tuaja. Disa studime kanë treguar se efektet e ithrës në kyçet tuaja do të jenë të menjëhershme në lehtësimin e komplikacioneve dhe në rritjen e përfitimeve të tyre. Hithra është një bimë fantastike edhe për ata persona që duan të menaxhojnë më mirë luhatit e sheqerit në gjak. Gjethet e ithrës përmbajtën atë të quajturën UD1, që vepron si insulin në trup, por ka gjetje që mund t'jenë edhe një zgjidhje më e lehtë. Përfitimet që do të merrni nga hithra në dietën tuaj do të jenë të menjëhershme dhe do të lehtësojnë komplikacionet. Ndaj, përdorimet e saj të kujdesshme në dietën tuaj do të bëjnë ndryshime rrënjësore që mund të ndikojnë pozitivisht edhe në çështjen e imunitetit tuaj. Hithra është një produkt fantastik, edhe për ata persona të cilët kanë probleme me prostatën. Gjethet e hithrës mund të ndihmojnë në trajtimin e simptomave të kushteve të caktuara të prostatës, të tilla si hiperplazia, dhe gjithashtu, hithra mund të jetë një aleat i çmuar në shëndetin tuaj kundër komplikacioneve të saj. Ndaj, përdorimet të saj në dietën tuaj të përgjithshme mund të jenë një zgjidhje lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Nëse doni të përfitoni më shumë nga gjethet e ithrave, shtojeni me do e mos ato në dietën tuaj. Kështu ndikimi i tyre në organizëm do të jetë i menjëhershëm dhe do të lehtësojë këto shqetësime. Hithra është një bimë fantastike e cila mund t'jap rezultate vërtet cilësore në dietën tuaj të rregullt, por duhet të tregoheni të kujdesshëm me përdorimin e saj. Përdoreni si duhet në mënyrë që të merrni përfitimet. Është e rëndësishme të mos teprohet dhe të konsumohet edhe si duhet në dietën tuaj. Ekspertët këshillojnë përdorimin e hithrës në mbikëqyrjen e një eksperti në mënyrë që vlerat e saj për mbrojtjen e organizmit të jenë të plota dhe të lehtësojnë komplikacionet e tyre. Nëse doni të përfitoni nga gjethet e ithrave, sigurohuni t'i konsumoni ato brenda normës së lejuar. Kështu ndikimi i tyre në mbrojtjen e organizmit do të jetë i menjëhershëm dhe do të lehtësojë komplikacionet e tij. Ju mund të përfitoni duke përdorur edhe çajin e hithrave, si një alternativë shumë të mirë edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Ajo mund të përdoret edhe për nyjet, shëndetin dhe rritjen e imunitetit. Mund të përdoret në gatime në çaj ose edhe në ushqime të ndryshme. Hithra është e përdorur historikisht në trajtimin e dhimbjeve të muskujve të lënduar dhe problemeve të cilat lidhen edhe me shqetësimet e artritit, si tonelthisajt. Nëse përdorni medikamente të caktuara dhe doni të konsumoni edhe hithrën si një trajtim, si fillim duhet të konsultoheni me mjekun tuaj specialist për të evituar gjithashtu edhe anën negative të kundërindikimet të tyre. Hithra është një bimë fantastike që në kombinimin e duhur në dietën tuaj mund të cilësohet si një mburojë e vërtet në rritjen e vlerave të imunitetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Nëse doni të përfshini hithrën vazhdimisht në dietën tuaj, përdoreni me kujdes dhe mos harroni të konsultoheni me mjekun tuaj specialist në rast se jeni duke marrë medikamente të caktuara për problemet shëndetësore që mund të keni. Ndaj, sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja dhe ta përdorni brenda nevojave tuaja për të marrë këto përfitime dhe për të evituar anën negative të saj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.